Përshëndetje mes të platformës Art Motion, është koha për derbi. Stadiumi me barë sintetik në Gjilan është arena betejës të mes të liderit të Superligës. Në ballafaqimi kokë me kokë mes të Dritës dhe Ballkanit. Goditja e Tushës. Pjogësht për ta rrezikuar portën e Iljazit. Shmangën tani Drita në kundërshën. Zylfiu, kombinimi i shpejt, shtylla shpëton skuadrën e Ballkanit. Kap kokën Dabiqaj, ky është aksioni para prak. Zylfiu super pasoj. Goditja e Dabiqajt. Arkimi Krasniqit, goditja me kokë qendrore e Robrojës, pret Iljazi. E njerë goditja Ajseraj. Tusha. Gojirje e paljejuar. Edhe kjo është kartoni i dyti verë për Halilin. Rrjedhimisht minuta 58, kartoni kuq. Këtyre lejtorin për ndim, Tusha. Arkimi nga Tusha, Krasniqe këtë në qendër. I pashfrytzuar mbetet ky rast. Ora si këtë shfrytëzoi, po shohim flamurin e ngritur lart për pozitë jashtë lojës. Apo është Besnik Krasniqi në arkimin e lartë në zonë. Mundësia tjetër, goditja centrore, Iljazi pret. Mjaft mirë ndërhyn Iljazi dhe këtu ndëshkohet Manaj me karton të verë. Edhe njerë shohim bashkë goditjen e veton Tushës. Tashmë është ekzekutuar. Arkimi brenda zonës dhe përfundon topi në rrjet në minutën e 77 të ndeshjes. Poshtet Iljazi në portën e skuadrës së Ballkanit. 77 minuta lojë. Arkimi e kërkon Selmanin. Arkimi brenda zonës, goditja në kokë, çfarë rasti u bër tani për Dritën, porta ishte e zbrazët. Sa për kuadruarin e lojë, Kostishin. Gjini afer me Ribeiro. Da Silva, gabon Da Silva, Broja. Fantastik pasimi të Dabiqaj në qendër më do të gjithë Selmanin. Kostishin, Selmani për 2-0 dhe jep fund kësaj sfide. Fituesi tashmë besoj dihet. Ja dorëzoi topin Dritës. Më pas këtu provoi gjendë Selmani mes. Pret Kostishin dhe pason për Selmanin, i cili e çon topin në rrjet. Është Dabiqaj fillimisht. Broja. Kaq mjafton. 2 gola për 3 pikë me aromë kampionit skuadra Dritës triumfon në derbin ndaj skuadrës së Ballkanit në ndeshjen e zhvilluar